vendosje, duke marrë parasysh që qasja ati ka qenë konstruktive çdo herë me cilën parti politike. S'është folë deri dje, emri i tij. Po s'është folë deri dje, po pikërisht. Po sa e ka marrë përsipër me udhëheq dialogun. S'është folë deri dje pasi që deri dje kanë qenë negociatat. Deri dje kanë qenë negociatat. Kështu që në momentin kur përfundu negociatat pa sukses, kjo e konfirmon faktin që nuk ka qenë plani që të kandidohet ai. Mirë po, u shterrun mundësitë dhe kur shterrun mundësitë ta e propozun. Kështu që mendoj që pikpyetja kryesore është cili do të jetë procesi në vijim. Kemi tash edhe diskutime të shumta edhe rreth kushtetutës dhe rreth procedurës se si duhet të shkojë. Deri para pak ditësh secili ekspert që dilte në media kushtetues ose juridik, thonin që në momentin që me 5 mars nuk zgjedhet presidenti, shkohet automatikisht në zgjedhje. Tash qysh prej dje, po të njëjtit ekspert tash po thonë që jo, procedura për zgjedhjen e presidentit zot 60 ditë, do thotë mund pritet edhe 60 ditë. Nëse qenë ka ashtu procesi, atëherë nuk do të thotë që nesër do të përfundoj asgjë. Sot është deponu një kërkesë në Kuvendin e Kosovës nga lëvizja vendosi me 30 nënshkrime, do të thotë për mua logjikisht tu ka filluar procesi i zgjedhjes së presidentit vendit dhe në këtë moment nëse bazohemi në atë që po thonë këta ekspert kushtetues, nga sot fillon ai 60 ditë i cili do të rrjedh deri më 3 maj logjikisht. Dhe pastaj nëse deri më 3 maj nuk ka ndonjë zgjedhje tjetër, eventualisht mund të shkohet në zgjedhje 45 ditë pas asaj. Do thotë këtu është, nëse kjo mbetet si e tillë, atëherë partitë politike do t'i kenë edhe 60 ditë tjera, rast që të diskutohet ndoshta prapë, pse jo, të deponohet ndoshta edhe një kandidaturë tjetër, pse jo ndoshta të ketë mundësi diskutimi prapë për një konsensus. Mendoj që partitë politike nuk duhet t'ja mbyllin derën asnjëherë diskutimit. Pra ata janë parti politike dhe partitë politike gjithmonë duhet të jenë gatshme që të negociojnë. A është dera mbyll? Po në momentin që aje ka vendos zotin Konjufca, me cilën ka kërcënu që nga takimet e para, pra që aje ka një kandidat dhe kërkon vetëm edhe një kandidat tjetër për me përmbyll këtë garën, që në kërkim që një parti politike ja bën korumin mrena kuvendet të Republikës Kosovës dhe pas raundit të tretë, aje mund të zgjedhë një kandidat që është lojal vetëm ndaj tij, po jo ndaj interesave të Kosovës. Me propozimin e zotit Konjuca, faktikisht zoti Kurti ka mbyll të gjitha dyert për gjitha partitë politike, edhe për kandidat konsensual, po edhe për ndonjë marrëveshje politike, dhe unë besoj që nesër është afati i fundit, ku besoj